Këshilli Bashkiak i Shkodrës nuk ka mundur të marrë vendime as në mbledhjen e muajit maj, konsideruar vijimi i asaj të ndërprerë një muaj më parë, ndërsa këshilltarët e Partisë Socialdemokrate nuk u paraqitën fare, ata të Partisë Demokratike u larguan nga salla sapo nisi shqyrtimi i pikave të rendit të ditës, ku ishte përfshirë edhe miratimi i fondit 6% të ndihmës ekonomike për muajin prill 2025. Kemi edhe një kërkesë për shtesën e rendit ditës, projekt vendim për përdorimin e fondit shtesë, mi fondin e kurzuar për ndihmën ekonomike deri në 6% për muajin prill 2025. Ne propozojmë heqjen nga rendi i ditës të 12 pikave të rendit ditës dhe lënien si pikë e vetme e rendit të ditës, pikën i miratimit të ndihmës ekonomike. Kurse për pikat tjera, ne jemi të gatshëm kurdo herë pasi të bien ndalimet që parashikon kodi zgjedhor për raste të tilla. Unë ju ftoj që 6% ta vëmë pikë të parë të rendit ditës. Në nenin 47 pika shtatuhet çështjet shtesë që miratohen për të futur në rendin e ditës dhe për të shtuar në mbledhje shqyrtohen pasi të ketë përfunduar shqyrtimi i pikave të rendit paraprak të ditës. Gjatë kësaj mbledhje, këshilltari i Partisë Socialdemokrate Gjovalin Ndoj deklaroi kalimin nga grupi i Partisë Socialdemokrate në Këshillin Bashkiak në atë të Partisë Socialiste. Që nga ky moment nuk jam më këshilltari i grupit të PSD-s. Arsyeja është që duhet të mbështes të gjitha projektet e Bashkisë Shkodër, që për këtë na kanë votuar qytetarët e Shkodrës, mu të Velipojës. Nga ky moment jam pjesë e grupit Partisë Socialiste. Me pranin vetëm të 21 këshilltarëve, mbledhja ka vijuar me deklarata të këshilltarëve të pranishëm dhe më pas është mbyllur pa marrë asnjë vendim.